Ministri i Arsimit u kërkoi mësuesve që do të korrigjojnë testin e gjuhë letërsisë që të vlerësojnë argumentin logjik që ka dhënë maturanti, duke mos ulur pikë nëse nuk i është përmbajtur skemës së pyetjes. Gjithashtu ministria qetëson maturantët se vlerësimi i testit do të jetë objektiv. Ai do të korrigjohet në mënyrë të pavarur nga 2 mësues dhe në rastin e kontestimeve do të ketë komision vlerësues. 90 vlerësuesit e këtij testi kanë nisur trajnimet dhe zëvendës ministri i Arsimit Halit Chamata u kërkoi të jenë të kujdesshëm gjatë korrigjimit. Çdo përgjigje e nxënësit duhet besuar gjerë në një pikë. Përgjigja e çdo testi shqyrtohet mbi bazën e një vlerësimi të dyfishtë. Çka do të thotë se të dyfishtet pavarur, të shikoni, të shfrytëzoni gjitha aftësitë tuaja, gjitha mundësitë për të konsideruar brenda përgjigjes modele që janë të afërta, modele që janë të njëjta, në mënyrë që asnjë pikë e nxënësit të mos shkojë dëm. Për të marrë sa më shpejt përgjigjen e testit, Ministri i Arsimit ka ngritur 6 qendra vlerësimi. Provimi i parë i maturës shtetërore nuk ka kaluar pa debate, sepse maturantët kanë shprehur shqetësimin e tyre se në tezë ishin përfshirë pyetje të cilat ishin jashtë programit, ndërsa maturantët do t'i nënshtrohen provimit të dytë të detyruar, atij të matematikës, më datën 16 qershor.